Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e Engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ju ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri, E banoi ndër ne. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëvt vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lëvduar Jezu Krishti. Në këto momente ju lusim që së bashku të lusim orën e mesme. Sot është shtunë dhe jemi në javën e 14 gjatë vitit liturgjik, kurse psalmet i marrim nga java e dytë e psalterit. O hymë eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës së 6. Mbreti fort hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriçim e pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj i flakët e shamtave, flakë zjarën e dëmprurësve. Jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëj o atë tër drejtësi, dhe t'i birë baraz me atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Qielli e toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë, thot Zoti.
Psalmi 119. Po më shkrihet shpirti në pritje të shëlbimit tënd. Kam besim të plot në premtimin tënd. Syt po më shteren prej dëshirës së fjalës sate, e them, kur do të më japësh ngushëllimin? U bëra si rësheku në tëm, por nuk i harova rregullorët tua. Po edhe sa ditë do të roj shërptori yt, kur do t'i gjykosh për ndjekësit e mi? Më hapën ngropa krenaret, që sjetojnë sipas ligjit tënd, e të gjitha urdhrimet e tua janë të vërteta. Di keqas më kanë salvuar, dhe më e janë ndim. Për pak sa s'më rrëzuan për dhej. Megjithatë, unë nuk u shmangem urdhërimeve të tua. Më përtri pash dashurinë tënde, e unë do t'i ruaj dëshmitë e gojës sate. Lavdiatit e birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Qielli e toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë, thot Zoti. Antifona 2. Të jes strehimi im o Zot, kala fort përballë armikut. Psalmi 61. Urata e 1/3. Vështroje o hyj britmen time, dëgjoje uratën time. Nga skaj i dheut të thras në ndim, se më ka lëshuar zemra. Me qatë e shkëmbi ku s'mund të afrohem. Sepse ti e shpresa ime, e kala e fort përballë armikut. E përje do të banoj në tendën tënde, do të gjej mbrojtje në shtetullën tënde. Sepse ti, o hyjem, i pranon kushtet e mia. U jep trashëgim atyre që e druajnë emrin tënd. Ditë mbi ditë shtoj jetës së mbretit. Vjetët e tij zgjatin nga breznia në brezni. Le të mbretëroj gjithmonë ndër sytë e hyjit. Roj u bëfshin hiri dhe e vërteta. Kështu do t'i këndoj këngë emrit tënd pa pushim. Do t'i plotësoj kushtet e mia si një ditë për ditë. Lavdiatit e birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ti Ti je je strehimi im, o Zot, kala e fort e përballë armikut. Antifona 3. Nga tmerri i armikut më ruaj, o Zot. Psalmi 64. Urata kundër tmerrit të armikut. Dëgjoj o hyj zërin e vajtimit tim. Ma ruaj jetën prej tmerrit të armikut. Më mbron nga përbetimi i të mbrapshtëve, prej grumbullit të atyre që veprojnë keq. Prej atyre që e mprehen gjuhën e vet si shpatë, që vjellin si shigjeta fjalë të helmuara, për ta shigjetuar në moh të pafajshmin. E shigjetojnë papritmas e frik nuk kanë. Ata marrin guxim në synimet e veta të këqija. Shestojnë si t'i vën fshehtas leqet e veta, e thonë, kush mund t'i shoh? Synojnë pa ullsi, i qojnë në vend synimet e para. Humner është njeriu, gremin zemra e tij. Por hyji i shigjetoj ata. Papritmas i mbuluan plagët. Gjuha e vet ata i sharroj. Kush i sheh, i habitur luan kokën. Të gjithë njerëzit do t'i kap frika, do t'i kumtojnë veprat e hyjit, mirë do t'a kuptojnë ç'bëri ai. I drejti do të gëzohet në Zotin. Në të do ta ketë shpresën. Me të do të mburren të gjithë të ndershmit në zemër. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Nga Nga tmerri i armikut, më ruaj, o Zot. Leximi i shkurtër i orës së 6. Letra parë mbretërve, kapitulli 2. Rreshta 2b deri 3. Je i fort dhe bëhu burr. Mbaj urdhërimet e Zotit, hyji tënd. Ec udhëvet e tija. Mbaj ligjet e tija, urdhërimet e tija, porositë dhe dëshmit, ashtu si të shkruan në ligjin e Mojseut, që të shkojë mbar gjithçka të dërmarrësh, kudo që të sillesh. Më
udhëheq o hy rrugës sate. Urdhërimet e tua ma gëzojnë zemrën. O Zot, zjarr dashurie. Na dhuro flakën e shpirtit tënd që të duam ty mbi çdo gjë dhe vëllezërit tanë me dashurinë tënde, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen.